Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammad ibn Abdullah al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa ba'd. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Salavatet ja përcjelli Muhamedi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, na inshallahu taala do të përkujtojmë diçka lidhje me pozicioni i mërzisë në Islam. Që të japmi, do të sugjerojmë disa këshilla për çdo të mërzitur dhe të preokupuar në këtë dunja. Allahu Jalla Jalaluhu në Kur'anin e Kerim tha: "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dhe mos u dobësonu dhe as mos u mërzitnu, sepse ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Sepse ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Allahu Azza wa Jall tha: "Fala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun." Dhe besimtarët nuk do të kenë pra as frikë dhe as mërzinë e ditën e llogarisë. Gjithashtu ka hadithe të shumta që inshallah taala do t'i shkëqisim dal nga dal. Fillimisht, mërzia në Islam të nderuar është e nënçmuar. Gjithë argumentet në Kur'anin e Kerim dhe në Sunet pejgamberit alayhi salatu wassalam çka kanë folë për mërzijen, kanë sugjeruar që besimtari nuk guxon të mërzitet. Kur thojmë na nuk guxon të mërzitet, nuk do të thotë se nëse mërzitet besimtari apo ka bërë një mëkat, apo ka shkel ndonjë urdhër, apo ndonjë normë dispozit. Por ky sugjerim do të thotë që besimtari mos ta lejon vetveten maksimum që mos vjen në mërzi dhe depresion. Mërzia në Kur'anin e Kerim të nderuar ka në sinonime të ndryshme. Mërzia e cila ka të bëjë me të kaluarën quhet huzn. Mërzia e cila ka të bëjë me të ardhmen e cila i bashkangjitet preokupimit në njëjtën kohë është el-ham. Dhe mërzia e cila ka të bëjë me të tashmen çka njeriu të jetuat sprov, aja quhet karb. Aja quhet karb. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam një hadith të vërtet: "Ajaban li amri al-mu'min." Është çuditshë e besimtarit. Edhe kjo është vetëm për besimtarin, për askën tjetër, asnjë krijesë tjetër. Nëse atë thotë e godit ndonjë hajër dhe mirësi prej anës Allahu Jalla Jalaluhu në të gjitha format e saj, me të gjitha nivelet e mirësisë së saj, në vetveten e tij, në familjen e tij, në pasurinë e tij, apo edhe në çështjet e dinit, në ilmin e tij, në veprat mira që Allah e furnizon, ndonjë të mirë dhe mirësi që ka bën çka ajo për ta fituar kënaqësinë dhe xhenetin e Allahu Jalla Jalaluhu, ai e falendron Allahun subhanahu wa taala. Ndërsa në falënderim ka shpërblim të madh te Allahu Azza wa Jall. Dhe ndërsa thot nëse e godet ndonjë sprov në vetveten e tij, në pasurinë e tij, në vladët dhe familjen e tij, dhe ai thot ban sabër për këta edhe e din se është nga Allahu Azza wa Jall. Dhe për sabrin të nderuar ka shpërblim të madh në Kur'anin e Kerim. Pra jeta e besimtarit të nderuar në përditshmërinë e tij sillet rreth mirësive dhe sprovave. Ndërsa ai nëse këto mirësi dhe këto sprova i kalkulon
me kalkulimin e falënderimit të Allahut dhe sabrit ndaj Allahut xhelle xhelalu, ai ka përfitime të mëdha. Ka përfitime të mëdha. Dhe kjo do të thotë se besimtari pra 24 orë është në ibadet ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pse? Nëse të shoqëron ti një mirësi vazhdimisht, edhe ti e falënderon Allahun vazhdimisht për mirësinë ti në ibadet. Po të njëjtën kohë nëse të shoqëron një sprovë, dhe ti vazhdimisht je i kënaqur me ata dhe i pajtuar, dhe ban sabër për ta, me sabrin më të mirë pa ankesë, duke llogari dhe shpresu shpërblimin e Allahut xhelle xhelalu, je pra ti në ibadet. Je në ibadet të vazhdueshëm për shkak se je në sabër të vazhdueshëm dhe je në falënderim të vazhdueshëm ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot Uthaymeen rahimahullahu taala, فالمؤمن على كل حال ما قدر الله له فهو خير له. Besimtari në çdo gjendje që Allah ja ka caktuar ti, qof mirë apo keq, është hajër për ta. Ai gjind në mirësi. Qofse e godet mirë, e godet donjë e mirë, thot ai ban sabër për ta, sikur që e tham, ai pra me shpërblimin te Allah azza wa jall, edhe pret pra rrugdalën nga ana Allah subhanahu wa taala. Për shkak se edhe një gjë do të më ditë nderuar, se nëse të godet dhe një musibet, ai nuk e përhershme. Ai nëse din me lexu ti në atë kondin që mund është kjo një rast i vëllëçëm për ti, që nëse bën sabrun përfitoj me një përfitim të madh nga ana Allah subhanahu wa taala. Dhe Allah xhelle xhelaluhu një prej veprave të tij, çka ka thoni pa shpërblej pa hesapun sabri. Ka thonë inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Në vërtet sabërlit unë i shpërblej pa hesap dhe pa llogaritë në kiametit. Dhe nëse e godet të ndonjë hajër, gjithashtu falënderoj Allahun subhanahu wa taala. Pika e dytë nderuar, al-ajru wath-thawab ala ma yahsul lil-'abd fi hadhihi ad-dunya min al-makarih. Do ta dinë që nëpërmes provave ai mundet me arrit shpërblimet e Allahu azza wa jalla dhe sevap të mëdha. Dhe sevap të mëdha. Transmeton një hadith Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu nga pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadith që transmeton Imam Tirmidhiu dhe ka bu Hasan Imam Albani rahimahullahu ta'ala, çka ka thonë: "Yawaddu ahlu al-'afiyati yawm al-qiyamati hina yu'ta ahlu al-bala'i ath-thawaba." Kjo hadith është që do të meditu. Të ditën e Kiametit kur do të dalë para Allah subhanahu wa ta'ala. Ata që kanë kalu një jetë të begatshme në këtë dunjë dhe shumë pak për sprova, apo sprova të lehta. Kur ti shohin ditën e Kiametit, njerëzit e sprovuar se çfarë shpërblimi pas ka për to ditën e Kiametit, çka ka përgatitur Allah azza wa jall, ata po lakmojkën dhe po thojkën sikur ti shmikon na njerëz të sprovuar në dunjë. Deri në çfarë grade kanë thonë? Deri sa thot law anna juludahum kanat qurridat fi ad-dunya bil maqarid. Thot deri sa thot asi sprovat mëdha, deri sa thot kurat tona tishin shkull thot nga vendi i saj, nga sprova. Ku po pse? Për shkak se tash janë me një vend ndëruar, me një vend të shpërblimit. Dita e llogarisë o dita e shpërblimit je e veprës. Në këtë dunjë o dita e veprës je shpërblimit. Mos prit në këtë dunjë shpërblime. Këto në dunjë shpërblimet e dunjës janë sa për domethënë sa për shërbi ato mirësi në dunjë me kalu. Shpërblimi i vërtet o i nderuar, shpërblimi i vërtet është shpërblimi i ahiretit. Për ata këto njerëz që kanë kalu jetën në begati dhe mirëqenie në këtë dunjë pas prova, ato pe e shohin se sikur na ti shmikon njerëz të sprovuar. Po shkak se na dunjoja më mbaroi, nuk kaloj më dunjoja, sa do e gjatë që ke. Po këtash këtu shpërblimi nas, shpëjmish me shpërblimin e madh. Këshilla e katërt nderuar është se nëpërmes provave fshihen mëkatet dhe ngritet derexhet e xhenetit. Shka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu: "Ma yazalu al-bala'u bil-mu'mini wal-mu'mina fi nafsihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma 'alayhi khati'a." Ka thonë vazhdon të sprova për besimtarin
në vetvetën e tij, në familjen e tij dhe në pasurinë e tij dhe në familjen e tij derisa ta takon Allahun Azza wa Jall. Sprova të ndryshme. Ka thonë pse? Derisa për shkak se sprovat janë çka e pastrojnë nga mëkatet dhe ngrisin deregje të xhennetit. E ngrisin në deregjen e xhennetit. E neve kush na jep këtë komoditet të lexuarit e sprovave në këtë mënyrë kështu, është imani o nderuar. Imani në Allah subhanahu wa taala. Imani në ditën e Kiametit. Imani në xhennetin dhe xhehenemin. Imani në ditën e llogarisë ku dalmi para Allah subhanahu wa taala. Edhe vepër mirëve ju takon shpërblimi dhe vepër këqyve ju takon dënimi. Pra imani është kjo që na jep neve këtë lezim të sprovave dhe të gjendjeve të besimtarëve. Edhe këtë filozofi e kupton vetëm një besimtar, cili është imani i tij është i rrënjosur në zemrën e tij. Ta ke pa ka raste njerëz të sprovuar, si thonë shumë thellë. I shef njerëzit e lumtur. Edhe thu subhanallah, ka ju vjen kjo? Që shka mundësi me arrit këtë këmëturi, qka une nuk jam të mujt me gjejt. Mu gjumi se të më zonë. Mu që të më lidhet buka. Edhe pse në jam shumë mirë. Ko e kam lumëturin une? Ko e kam kënaqësi? Ko e kam shijen e jetës? Nuk kam. Para ta përguton që fse donë me shijue sprovat, rritë imanin tanë dhe mendo dhe medito mbi vlerën e tyre ditën e llogarisë ku dalmi për Allah subhanahu wa taala. Por ata ka thonë poeti, çka ka thonë? Ma'rifatu haqiqati dunya. Ka thonë kullu musibatin 'azumat. Thot çdo sprovë thot e madhe dhe çdo musibet i madh thot zvogëlohet në syrin e atij i cili e mendon pra shpërblimin e ditës së Kiametit. Shpërblimin e ditës së Kiametit. Këshilla e pesë nderuar është ma'rifatu haqiqati dunya wa annahu la yughtam laha wa la yuhzan 'alayha. Dut me pa thot vërtetën e dunjas, pa vlerësinë, pa vlerën e dunjas. Edhe kjo akuton ban që ti mos mërzitesh për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam një ditë prej ditëve thot, po kalon dhe po ta për një vend, e pa thot një dele të ngordhur, Dhe çka e kishin hudh pronarët e tij. Çka tha walladhi nafsi bi yadihi lid-dunya ahwan 'ala Allah min hadhihi 'ala ahliha. Pjasëm kishte qef të merr shembuj për t'ja u kuptuar besimtarëve gjonat më real. Për shkak se me shembuj kuptohen gjonat më mirë. Edhe na shohim një shembuj që i ka marrë Allah në Kur'anin e Kerim për shumë gjona. Dhe të njëjtin kohë pejgamberi Allah sallallahu alaihi wasallam nëpërmes kësaj ngordhësire e mor një shembull dhe tha wallahi dhe tregoi një të vërtetë. Tha wallahi, tha te Allahu azza wa jall dunjoja është më e pavlerë se sa kjo ngordhësirë të pronarit e tyre. E ka thënë dikush në ngordhësirë kur e hudh për shkak erës të keqe, çelbjes. Kur ta hudh, a e shikon më dhe a jetë cini ati me thonë se kuku? Dishka po ma merë dikush? Ta Allahu dunjoja është më e pavlefshme. Por ata e thot një ajet thot Allah azza wa jall sikur ju mos ishi me iman dopt. Besimtarët. Thot dunjon thot ja kishmi bon çufarëve me hungër me luk të altanit. Çdo njëri prej tyre. Tamam? Pse? Qa që pavlerë është? Qa që janë kaluse? Ndërsa besimtarëve ja kishmi bon këtë dunjon me jetesë shumë modeste dhe askete. Ndërsa për to thot ahireti i përhershëm. Ama për shkak se besimtarët aguton dhe nivelet e tyre hes pa her pas her janë me iman të dopt edhe lakmon. E jadhen billah. Edhe lakmon, edhe ja Allah azza wa jall i ka bon thujse të barabart. Thujse të barabart. Ka thonë hadhihi dunya qasira la tastahiq wal baqa'u fiha qalil. Dunjoja janë shumë e shkurt dhe nuk meriton që të mërzitet për ta. Dhe qëndrimin e ta është shumë e shkurt.
Qala ta'ala men kan yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la'at. Kush e shpreson takimin me Allahun, pra do të vjen ajo ditë që të takohet me Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul alim. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam أعمار أمتي بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجوز أو يجوز. Ka thonë imri apo jeta jetësia o metit e mos me 60-70. Një pakicë janë që ka dalin për e tyre. Shka të i kalojnë 70. Një pakicë e vogël. Shumicë janë 60-70. Ka thonë, që e për me kuptu? Mos u preokuponi dhe mos u mërzitni për dunjon shumë. Nëse i kem rinë disa vjetë, bane këtë llogari dhe ja thu sa më pas kanë met. Maki me 60. Sigur ne ka parafru, pra me dik parafërsisht se akuton kur është gjeli jo. Llogaritë me 60 në kur, sa të pas kanë met, si cili prej nesh. A ja vleni nderuar, mu mërzit nat edhe ditë për ditë dhe disa dekada buton shka të mbetura për dunjon, e mu prish, e me shit ahiretin për dunjon, mu nërvëzu dhe mu armitsu për dunjon, me met pa gjumë për dunjon. Ndërsa është ai që çdo ditë dhe çdo net çka i të kalu i të ofrua për ahiretit. Ndërsa nuk e dim ti si on gjendja jote, e ardhmja jote, ku të takosh me lajken e vdekjes, në natën e varrit, në ditën llogarisë për Allah subhanahu wa taala. Ma meritor është mu mërzi dhe mu preokupu për këtë gjë. Për ahiretin tonë nderuar. Se dunjoja është e përcaktuar. Çdo gjë që kena me arrit është prej Allah subhanahu wa taala. Është e vërtetë se njeriu duhet me lëviz. Dhe për çfarë Allah na ka dhënë këto mundësi, e kupton? Këto shqisa, këtë pjesë të mençurisë. A kupton? Këtë gjymtyr. Pra me lëviz, me punu, mirë për nëna të fol për okupim dhe mu mërzit. Mos me dhon zemrën për dunjë, mos me lidh. Dunjoja tjetë për okupimi jëtë dhe mërzia jote, as thu vallë që që kam unë e gjendjen ditën në llogarisë për Allah subhanahu wa taala. E majti një hyjtë për Uthmani radiallahu anhu dhe tha: Inna Allaha innama a'takum ad-dunya litatlubu biha al-akhirah. Vërtet Allahu dunjon ja ka dhënë juve për me kërku dhe me fitu ahiretin. Jo me metën ta. Ja ka dhënë dunjon mundësi, a guton në gjitha format e saj për me fitu ahiretin. Për shkak se në dunjon për me fitu ahiretin nuk o vetëm një mundësi, nuk o vetëm më bohoq. Tamam? Janë ketat mundësi që ka Allah i ka kriju që janë mrena halalit dhe profesionet dhe veprat, aty e ki xhenetin dhe xhehenemin. Wallahi nëse je një mësues i mirë dhe jep hakin, aty ki xhenetin dhe xhehenemin. Një tregtar i mirë, një mjek i mirë, një amanatxhi i mirë, një njeri i thjesht i mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na ka treguar për një person i cili është quajtur Uwais ibn Amir al-Qarni i Yemenit. Për një vepër që o kon bamirës ndaj prindit në nanës së tij. E ka përmend pejgamberi Allahut në Medinë, pa e pa hiç. Allahu ja ka dhënë keramet që Allah ja pranon duat e tij. Derisa i ka thonë Omerit radiallahu anhu, kur ta shif thot, kërkoja Omar që Allah të falë, se i pranon duat. Bamirës ndaj prindit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kush i ka një vajzë dhe dy vajza apo tri dhe i edukon mirë në rrugën e Allahut xhelle xhelal derisa të martohen, e ka xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Në çdo sprov që e ki aty e ki xhenetin dhe xhehenemin yadhan billah. Na e dim se me vepra shumë të lehta në për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se si ka arritur ka fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Dhe me vepra të këqija në shaj i ka neglizhuar kuton. Dhe i ka zvoglu në sinë e tij e ka fitu xhehenemin e yadhan billah. Për ata ka përmendur mos i neglizhoni veprat e vogla, qoftë këqija apo të mëdha. Se nuk dihet se në cilën ti mundesh me psue apo mundesh me fitu. Mos i neglizho. Në atë çka je, aty mundohu me kon ashtu, siç do Allah subhanahu wa taala dhe aty e ki xhenetin. Dhe kënaqësinë e Allah subhanahu wa taala. Çka tha Uthmani? Dunjon Allah ja u ka dhënë në mënyrë që ta fitoni ahiretin. Tamam?
Dhe nuk ja ka dhënë ata ju që t'jeni për herë, thot, dhe të ngulitni zemrën e te. Për shkak se dunjaja është kaluar, ahireti është i përhershëm. Ka thënë Mejmun ibn Mehran, ad-dunya kulluha qalil. Dunjaja është krejt nëse e marrin prej kur e ka jaratis Allah që thojmë na, e ka kriju. Deri në kataklizmën e fundit të madh, deri në kiamet. Ajo është pak. Për shkak se çdo sen çka përcaktohet, ajo është pak. Ajo është kaluese pra. Sa do që zgjat ajo është pak. Ka thonë kitë dunjoja është pak. Para mendo ka thonë wa qad dhahaba aktharu al-qalil. Edhe kjo e pakta që në dunjoja krejt, si tërsi, shumica e saj 90% ka shku. Na jemi në ciklin e fundit të saj. Ummeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ummeti i fundit i kësaj dunjoje. Pra jemi cikli i fundit kësaj dunjoje. Edhe kjo thot kamet pak. Tamam? Dhe kamet e pakta e paktës. Kjo sa i përket dunjos. Nëse e marrim sa i përket moshave. Ha? Mosha e njeriut prej kur lind deri në 70 vjet për zonë. Ha? Është pak. 70 vjet sa? Sa çelëm shelsit. Nuhu a.s. 950 vjet apo kupton kur o shpit ka në transmetime ka thonë si me hina deri me dorën kjo derë. A që shkurt. Po 70 vjet derisa u transmetue se kur janë lajmëruar pejgamberët dhe umetet e mahershëm para neve që kanë jetuar magacena. Tamam? Kur kanë thonë se do të vjen një umet i fundit, një pejgamberi, çka imri i tyre do të jetë 60, 70 vjet apo 50 vjet. Ato do kanë thonë ato sikur tishmi na vetëm sejdë të trishmi. Ju ka dukur se 60 vjet sikur na mosha adoleshente apo. Sa ato kanë 200 vjet apo. 60 vjet janë sikur 16 vjeçari apo këto në fjala e sotshmit. Ato kanë thonë subhanallahu na në qatë kohë nëse do t'ishmi me qatë shkurtes të imrit të kohës vetëm sejdë të trishmi. Pra nëse e marrë imrin tonë të ndëruar edhe 60 vjetë është shkurt. Po ti bane mend që 60 që ta kuton të mëdhon si cilit 40 që i ka shku. Apo? Sa kam bet? Po shumin se ka shku. Ka met e pakta e të paktës. Bane logarit ndëruar. Për ata me i menqër është a i cili ban logarit për para. Para se të logaritet ditën logarit, ditën ku të takohet a butën me Allah subhanahu wa ta'ala. Këshilla e gjashtë ndëruar ka thonë el-hemmu wal-hazan la yufidani al-abd fi shay. Mërzia dhe preokupimi dhe pikëllimi nuk i bën asnjë dobi thot robit. Pse? Por derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ka kërku thot mbrojtjen e Allahut nga mërzia dhe pikëllimi. Sikur që ka në hadithin pejgamberit alaihi wasallam, Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan. O Zot kërkoj mbrojtje nga pikëllimi dhe nga mërzia. Thënë djetarë për s'kur kish pas khajr. A këton pejgamberi Allah do ta lut të Allah më jadhon. E më jashtu. Sikur që ka thënë wa qur rabbi zidni ilma. O Zot më shto dituri. Ndërsa këton mërzin ka thonë o Zot mbrojmë nga mërzia dhe pikëllimi. Pse ka thonë kur e ka thënë Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala? Ka thonë pse? Për shkak se ka thonë mërzia të nderuar është që e dobëson zemrën. Mërzia dhe pikëllimi e dobësojnë zemrën. Edhe çka? E dobësojnë gjithashtu edhe ambicien e besimtarit. Edhe dëshirën për të bërë vepra të mira. Edhe aktivitetin që e posedon njeriu ata energjinë pozitive, ata e humb. Dhe ka thonë wala shay'un ahabba ila ash-shaytan min huzn al-mu'min. Dhe nuk ka thot diçka më të dashur te shejtani sa me mërzit besimtarit. Mërzia është vejkel e shejtanit. Shejtani vjen njerëz dhe gjin. Për ata Allah azza jall ka tha innama an-najwa min ash-shaytani li yahzuna alladhina amanu. Më të vërtetë të bisedat e mshefta me qëllim që ta mërzis sot filonin. Ha? Ka thonë këto janë veprat e shejtanit, çka shejtani përmes tyne don me mërzit besimtarin. Për ata dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nderuar e bëri një ndër veprat më të dashura te Allahu azza wa jall me shpërblim më të madh, tha ai i cili fut thot lumturinë në zemrën e besimtarit. Me ditë na se sa shpërblim ka që kjo, vallahi na çdo njëri që e takoj mundohemi me bon, mos mundo apiti vetëm se me pat lumtur.
Çdo të mërzitër vetëm se me shku atij dhe me qetësu dhe me i dhënë lumturi. Pse? Se el jazaa min jinsi al-amal. Për shkak se kupton shpërblimi pas llojit të veprës. Nëse ti e qetëson dikën dhe e lumturon pas një mërzie, kupton Allah ka me ta lumturu zemrën tënde. Sikur që ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush ja lehtëson një breng besimtarit nga brengat e dunjos, Allah ka më lehtësu nga brengat e ahiretit. Kush është në ndihmën e Allahut të tij, Allah do të jetë në ndihmën e tij. Selefi subhanallah, kështu kuptoni ishte matematika e tyre. Kështu ishte, ato ku doshin me përfituar ndihmën e Allahut xhalla xhelaluhu. Ato shkojshin edhe ndihmoshin dikan në mënyrë që Allah ta ndihmon. Sa ato i besojnë hadithit. Na vallahi vetëm i lexojmë hadithet. Përgjithësi po flas. Jo si kupton si individ, po si shoqëri. Përgjithësi kupton. Vetëm i lexojmë hadithet, kena qef mi recitu kështu me klasifikime kupton, ama shumë pak kupton veprojmë me to. Ku doshin me ja hek Allah një mërzi, shkoj ka kupton me qetësu dikan mënyrë që Allah t'ja hek mërzi. Ku donte që Allah më ja lehtësu atij një breng, shkonte dhe mundonte me gjetë një brengosur për me ndihmue, në mënyrë që Allah t'ja hek brengën atij. Yadhan billah. Sot kënaqësia e muslimanëve ku është? Kënaqësia e muslimanëve yadhan billah po flas si tërësia pe përsëris, për shkak se ka hajra kupton, mirë po një shumë pakicë është. Kënaqësia e atyre është bashkë atë ku çeft mërzitur. Bile shkakton mërzi, shkakton veprimin e mënyrë që kupton ta mërzis filonin dhe halanin. Ku i kemën monin ti? Ha? Ku ja ke mësin ti nderu? Ku ja ke mësin? Këto ajdi dhe ajete për ka janë? Për ato shka s'kanë besua. Këto janë për ato shka kanë besu. Pastaj, subhanallah, qëfar domi ki në qofë se një besimtar është i lumtur? Qëfar domi ki ti? A nuk gëzohesh ti me ta? Kjo shenjë e besimtarit mirë më kur qetësohet zemra dhe gëzohet zemra për gëzimin e dikujt edhe mirësinë e dikujt. Për ata kur u pyeti Imam Ahmedi rahimahullahu ta'ala çka na për çdo se themi Imam Ahmedi. Imami e sunnetit, imami jon. Wallahi me kon imamat e ton këtë kohë me kamxhik na kishin rre. Sa badrej ka kshan, dhe në bukës kamxhikin. Po, na kishin rre se meritoj. Shka ka thonë Imam Ahmedi, kur i kanë pyet, kanë thonë, a je lut kundër atyre shka kanë bodam ja imam? Ha? Shka kanë shkaktu dhimbje të madhe ti në sprovën e Kur'anit Kerimit. Kur ka në kohën e tij. Çka ka thonë? Ka thonë jo. Ka thonë çysh. Ka thonë çfarë dobi e kam unë qofse ja kupton fjalë lutna për ndaj dikujt, kundër dikujt e Allah dënon, çfarë dobi unë kam? Me pa duke hekaj. Po shka glasnime. Çfarë dobi e kam? A më vjen mundi shka? Do një përfitim? Atëherë pse çka ka bon për vetë? Ka budam, ka bon aje, kupton Allah Rabbul Alamin i kishit këtë sen. Ha? O mërzit edhe toka, o kupton për këtë lloj zemra me hez, mi bart në bitok, në bita. Unë mendoj se edhe shtillat e xhamisë janë mërzit për këtë lloj muslimanësh. Janë mërzit, unë i bindur jam edhe tepia që ka në xhami, edhe vendet që ka janë në xhamia janë të mërzitur, veç këto u mitën të ngue, edhe shtillat xhami u mitën të ngu. Hadithe ajeta nuk janë të pa. Për ata të nderuar është shumë e logjikshme dhe shumë e kërkuar që çdo besimtar të fillon me vetveten dhe të thotë ja Rabbel Alamin. Tash erdh koha. Po du prej tash e tanena me hap një faqe. Mu bëni muslimani mirë që shkërkon Allah subhanahu wa taala. Po nuk du me kona buton i imponum nga jashtë. Shka të dojnë në të bojnë njerëzit. Unë du vetvetja. Unë du marrë me veten, me ata që ka i kam prënsi unë në përgjithësi. Nalu me Allahun një qas, një moment. Qoftë natën apo ditën, në vetmin me Allah nuk je vetëm. Dhe fali direkat me këtë një jetë. Dhe ngriti durët në lartë. Pendohu për gjithë shka. Dhe kërkon nga Allah, ja Rabbel Alamin, prej sot e tane, po du me kon tjetër kush. Po
Po mundona, do të mundona me kon ai çka ti dëshiron. Dhe unë nuk më intereson mua kupton filoni dhe halani. Çdo konin, çdo njeri para me ka me mat ka me këshir me adresën e imanit. Me adresën e emrit dhe mbiemrit. Është filoni, mashallah, është filoni. Pse këshire? Astaghfirullah. Pa besimtar. Po e ki wajib e ki me dash muslimonin, o i nderuar. Po innamal mu'minuna ikhwa. Allah na ka vllaznu me vllaznimin e imanit. Sikur që e ki obligim me dash vllavin tan nga baba dhe nona, e gjakut. Po vallahi nuk ka i miri, po e ki obligim me dash. Çashtu ka çilu. I miri keq avgodano, jalla çaj vllavi jot është. I njëjti është, valla filoni nuk është hiç i mirë, po e ki obligim atë dashurinë wajib detyrueshme që e ki obligative me dash. Pejgamberi sa çka ka thonë? Pasuria e besimtarit, gjaku i besimtarit, morali i besimtarit, prestigji i besimtarit, personaliteti i besimtarit janë haram ndaj njëri tjetrit. Allah ka haram. Valla nuk e mri, po nuk guzon me dëmtu. E ki pa tjetër me fol. E ki pa tjetër me përshëndet dhe e ki pa tjetër me arrujt nderin, prestigjin e ti, edhe çdo që Allah të ka ndalu. Këshilla e 6 apo e 7 nderuar ka thonë duaullahi subhanahu wa ta'ala wa tawakkulu alayhi wa ta'alluqu qalbihi wal isti'anatu bihi fi kulli ma yuhimmu al-'abd aw yahzun. Sprova apo mërzitja të nderuar, një nga mirësitë që ja sjell besimtar është se e bën me lut Allah subhanahu wa ta'ala. Me mbështet Allah subhanahu wa ta'ala. Me lidh zemrën me Allahun xhalla xhelalu. Mos i thojmë na mos piçefit pizorit. Tamam? Nganjëherë këtu janë kamxhike të Allah subhanahu wa ta'ala. Nganjëherë disa rob nuk marrin vesh me mirësi ndoshta. Do krijesat e Allahut sa më shumë t'ju hipësh, ai çaq më shumë rebelizohet. Çaq më shumë bont do të thonë mohusit mirëve. Allahu azza wa jall i çon diçka, ndonjë sprov, ndonjë mërzitje, ndonjë pikëllim në mënyrë që ta kthjellë ata. Ta vetëdison. Ta ban që mi lut Allahut. Ta ban mi mbështet Allahut subhanahu wa ta'ala. Ti demaskon krijesat e Allahut xhalla fi ula, për shkak se ai ka menduar se mos me kon filoni dhe haloni ai zot i madh. Allahut bjen në disa gjendje mi demasku krijesat e tij. Me thonë se jo. Allahu është ai i cili aty janë shkaqe çka Allah na përmes tyre njerëzve ja u mundson mu ndihmue. Ama ai i cili i lehtëson këto gjona dhe i arrit apo guton në fjala këto dobije ku është Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah shka ka thonë wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dhe kush mbështet atij mjafton Allah subhanahu wa ta'ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar edhe një dua gjithashtu por mërzin dhe preokupimin. Mërzin çka është diçka e kaluar edhe diçka kudo çka të preokupton për të ardhmen. Cila doja, këto doa këtë janë në mburojnë e muslimonit. Kush do, ju këthejet e vutër, është Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, pra deri në fund. Çka doja? Thot pejgamberi se nuk është dikush i mërzitur, dhe i preokupum, dhe i pikllum thellë, dhe thot këtë dua. Illa adhhab Allahu azza wa jall hammahu, vetëm se Allah ka m'ia kalu mërzinë dhe preokupimin e tij. Wa abdalahu makana huznihi faraha. Jo vetëm kaq, po kam ja zëvendësu thot me lumturi dhe kënaqësi. Than sahabët ja Rasulullah, yanbaghi lana an nata'allama haula al-kalimat. A duhet na që të mësojmë këto fjalë? Çka thashën? Ajel, apo si jo? Yanbaghi liman yasmi'ahunna an yata'allamahun. Kush i ndëgjon këto është mirë që të mëson. Nëse doan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam gjithashtu që transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ka thonë një dua për kerbin, për mërzinë e quajtur kerb, pra një mërzi që ka i të përjetu tash. Kjo është dua veç. Kjo është la ilaha illa Allahu al-azim al-halim.
La ilaha illa Allahu rabbus samawati wal ardi rabbul arshil azim. Kaq. Thot Ibn Abasi, pejgamberi sa më herë kur u gjinte me një kërb, me një mërzitje që e kalon të vetveten, e thon tek dua. Vetëm sa Allah azza wa jall ta lehtëson. Fillimisht nga kjo hadith po kupton se pejgamberi Allah pra pas ka përjetu mërzia, pas ka preokupime, epikllime, gjendjet e vështira. Përkundër azdibil e pejgamberët e Allahut janë me gjendje më të vështira. Çka thonë hadith mësëm? Njerëzit më të sprovuar në dunjë janë pejgamberët e Allahut. Pastaj njerëzit e mirë, salihun, pastaj ata që ju përngjallin aty. Pse na tham, wallahi me hinj edhe me lexu mbi dobi dhe mirësi të sprovave, kupton? Çka Allah azza xhel ti jep mahnitesh dhe çuditësh. Bojnë sprova ti atë shumë pastrojnë, detergjent më kualitet dhe më të mirë për shpirtin dhe zemrën e besimtarit sa kjo nuk ka. Po na jemi me iman dot. Dhe për ata që mësam, Allah azza xhel i sprovon në robrit e tij atë sa kanë iman, fuqinë e imanit. Allah sprovon atë sa ka fuqinë e imanit. Detergjent më të mirë s'ki. Për ata ti shoh mi këtë hadithe që ka folin për mërzije, këtë thojnë që në fund Allahu me elon pa asnjë gjuna dhe pasaj me marr. Dunjoja nga natyra e saj është me sprova ndëruar. Pra këtë të sprovon. Edhe ai keqi, bile hajaj diharfish. Edhe ai keqi edhe qafiri dhe krejt. Tërsa besimtaru është ai i cili përmes sprova arrit drejtet e Allahut subhanahu dhe sevapet të mëdha. Edhe pastrim shpirtin nga mëkatet. Kjo vetëm besimtarit subhanahu wa taala. Pa a ka ma mirë se sa ti hekat mi bon këtë dunja, këton, e në heret me pas ti ma mirë. Përgjithsi njëri jo i menqur, ka qef, don që gjdo sen që ka eron të heks pari herë, që ta ketë mas në malet. Pra kjo njëri ju aktiv, njëri ju punëtor, njëri ju i menqur. Pra dhe besimtari për ata më këton të të me kon i menqur, ndëruar, që thotë, alhamdulillah, ja rabbel alamin, gjdo sen që kam pastron, o Allah, dhe forcon dinin të. Banëm që ti baj balë, që sprovë që ka jetë. Vetëm mos më sprovën din, një mon. Kjo është mosibet i rënë. Për ndryshe që ka e dënjohën si nderuar, nuk ka asgjë, është kaluse. Gjithashtu abguton, kjo të banë abguton që ti shtosh veprat e mira. Allah ka thonë kush bën veprat të mira, qoftë mashkull apo femër, duke qenë besimtar, Allah do t'i jep atij jetë të mirë. Jetë të mirë, ka thonë dietarët, nuk do me thonë i jeta kupton luksoze. Jeta e mirë nën kupton jetë të lumtur, jetë të rahatshme, jetë të kënaqur me atë që Allah të ka thënë. Jetë që ka zemrën tonë dhe sini jot nuk shef vetëm se hajër, vetëm se mirësi, vetëm se begati, vetëm se do me thonë të mira, edhe të kënaqur zemra jote. Jetë e mirë që kjo. Ka thonë gjithashtu an-nadharu fi na'ami wal mawjuda. Të sprovat gjithashtu ja bojnë besimtarit me dije për mirësi që ka i posedon. Edhe ku qese besimtari me e gjendje puton, do që ti shikon thot ata që ka është nërta. Me gjendje më të dobët. Është rregull. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, "Undhuru ila man huwa asfala minkum." Në çështjet e dunjos shikoni atë i cili është më poshtë se ju, më pak se ju, më i dobët se ju. Dhe mos shikoni ato që janë mbi ju, më shumë se ju që ka. Pse? Për shkak se ja kupton, nëse shikoni ato që janë më pak se ju bajnë ja kupton që falenderoni Allahun subhanehu edhe qeni të kënaqur me atë që posedoni. Kjo rregull e artë. Për shkak se o i nderuar, nuk ka kufi e mira dhe e keqe. Nëse shikon ti dhe lakmon çdo sen çka shef, kur s'ki me koni kënaqur. Mare blejta buton një diçka shka ti e ndrru vebre, ku ta shif një e ka blen një më të mirë. Ai subhanallah. S'knaqesh. Ki mundu me arrit, s'ki mu kënaqesh apo? Mundu me arrit, e arrit ata. Sa mendon se se njeri ka qef diçka të boje ekstra, që s'ka dikush tjetër apo? Sa e ban çatan çka vuron, ku ta shofe buton. Dikush vetë se ka se ndrrohet. Veç në rronë modelin e mirë. Ku ta shifsh me një formë tjetër, nuk ma të mirë.
Çka? E pejgamberi më ka dhënë rregullën e artë, a do me koni lumtur. Po ti mos e shiko marr ata çka on, çka pas ka bën. Ti këshire një i cili ndoshta ti keni ker, dikush s'ka sker. Apo? Ti keni banim, dikush s'ka banim, jeton me qira. Pa i cili jeton me qira, thoj elhamdulillah që Allah ma ka mundsuar me qira, mu dikush s'ka qira me pagumër. A jeton në rrugë. Ha? Kjo të ban të lumtur. Po jo vetëm që të ban të lumtur, po të ban edhe falenderues ndaj nimeteve të Allah subhanahu wa taala. Nësa shikimi në ata që ka është vazhdimisht para teje, kjo të ban të paknaqt, që kemi jetu jetën në zabë, në të dhe ditë, edhe të ka me bon vazhdimisht që falenderues të Allah subhanahu wa taala. Ma huës pra. Allah jep mira, ti këshirat lakmua atë që ka është ja puton ma shumë diçka. O i nderuar, çdo njëri që Allah ja ka dhënë diçka, di se ja ka marrë një sen tjetër. Dunjoja është nakës. Met, regla e dunjos nuk ka e plot. Se lefi këtë regull e kanë kuptu shumë mirë muslimanët e parë. Kër e kanë pa dikan me një mirësi, nuk ka thonë, mashallah, fila e parë. S'kanë thonë kështu. Ato kanë thonë, subhanallah, ku me di që ka i pas ka marë Allahu që ja pas ka dhonë që ta. Ato që në kanë këshirë. Ha? Ku me di që ka i pas ka marë Allahu edhe zakonisht njerëzi që kanë mirësi, që ka i kanë vazhdimisht ato një pakis, shumisa, kanë musibetet të mbrenshme të hatashme, ojë ndëru. Që me ditë vërtet në tyre dhe me shiju i thinën e likurës e tyre të thotë, o zëti madhë, ko fshara hatën. Nuk e du. Tani sa njeri i pasur, sa njeri që e në largë rrugës Allah, si do mës me pas mirësi dhe si do mës pasuri, edhe jashtë rrugës Allah gjele gjelalu. Ti hap goton, ki me shpresu vdekjen, natë edhe ditë. Allah të më merë këtë shpirë se u gulfata. Sa që transmetohet, jo që transmetohet nga xhallar bashkohor. Sa njeri i pasur thot, wallahi me villa, me ndërtesë, me pasuri, me kere, që as nuk ja u din fundin. Thot unë kam taku, thot njerëz që ka i njohin ato, thot wallahi, thot i rrin, thot flein, thot në përkere natë. E qojnë kohën, thot duke levisët natën anë e këne, kur të lodhën, thot veç parkiratën dikun edhe flein. Ja dhe billah. Besimtari, nivou ka përgjit mas darki, me fëmijët e ka hangur, i knaqur denfit. Be me flet, as minuti nuk e zen, edhe flen se i kinë qëtë i zaba. Cili ko ka ma i pasur? Ha? Cili ko ka ma i pasur? A nuk konsh se gjdo sen do të mi shërbi që saj? Ha? Gjdo sen këtë dunjon, fakt, shka e bojnë njerëzit, pse e bojnë? Për me koni lumë të rapo. Ha, gëton. Të të me koni, po, e lumëturia ka kosë, tash. Nuk shojnë të dhije, tash. Edhe ata që ka të banë palumëtur, a më të një të komunetari, s'ka mundësi. Për ata, më gëton, e kalzojnë plesh një hekaje, që e thonë hiqaje, njëri i cili ka pas para shumë edhe ka njëzë vazhdimisht, gjdo natë mi numru. Të ma? Gjdo natë, asë gjumi se ka zonë. Sa që shkën mëra me flejt, që u thotë, jo më do ko që ka që janë. Shkoj. Disa hati ja merë të një, edhe shka një interesant se mas disa hati i del pak ma pa, ndryshe. Ja njëse disa hati disa pa. Thot e shef, thot këshin e ti, fukara, thot, flen si këndë, qohet si këndë. Thot vallaj, thot e gjelezova, deri sa thot një dit për dilje, thot gjimë, thot kam jadhon, thot, e me të shashtërisë. I shkon aputon, e ja qënë gjizat e pares, thot, e aputon, janis, ki varfër janis, tash subhanallah, janis, edhe mi nëmron. Nëmron, i dalin, sa herë që nëmron ndryshe. Edhe qka aputon, i natër, një 5 net pa gjumë, e të pëkutët edhe ditët e punës i len. Se ku më s'flesh, ku më shkon në gjumë, punë. Edhe më kap sraj se në aputon, thot, se u i shakon në gjennet, u i shakon në lëmëturi, u i shakon knërësi, u shë vërtet. Mirë po, ndëruar, është shumë është me rëndësi me kuptu realitetin e të njës, realitetin e saj, edhe mirësin dhe vlerën e ahiretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra ishte njeri ma asket në tokë. Edhe pse ai ishte vetëm me një lutje. Pasuria e qeve dhe tokës në dorën e Allahut. Tamam? Edhe i ka dhënë për zgjedhje pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam apo do më u bën
mbret i dunjos, edhe pejgamber apo do më bëu njeriu asket. Zahid edhe pejgamber se me ka zgjedh të thjesht. Me kon model para ta dhe Allah që ka thënë, shembulli më i mirë e keni pejgamberin Allah sallallahu alaihi wasallam. E ka zgjedh shtresën më të ulët të shoqërisë, çashtu në vetë. Që asnjëri mos edhe pse ka pas mundësinë, apo toni dashuri i Allahut xhella xhelalu me kon kush me kon ai. Vetëm një lutje më ardh kodrat më ju bën orë dhe argjent. Kjo mundësi ardh, pejgamberi ka zgjedh me kon zahid, asket. Shembull praktik larg dunjas. I vdiq kush? Gruaja e tij Khatijja, Hamza, agja i tij, fëmijët e tij, djali i tij Ibrahimi, megjithatë ai ishte prej sabërlive. Dhe derisa i thanë, ja Rasulullah, a dhe sini jot po luton, pa, ja, kjo është lot rahmeti. Ndërsa thot, dhe zemra mërzitet. Ndërsa thot, gjuha jo nuk thot vetëm se atë çka Allah e kënaq. Për ata nderuar është shumë e rëndësishme gjuhën e tona shkaqesin nga goja, nga hadith. Për shkak se nganjëherë njeriu nga dhimbta kupton se na jemi njerëz të dobët, të kufizuar. Tamam? Nganjëherë kupton në shasini luton për një mërzi, për një dhimbje, për një sprov, subhanallahu, zemra digjet. Mirë po shumë e rëndësishme se robi çka thot. Inna lillahi. Pse thot besoj inna lillahi? A do të thotë se nuk përzitet? E Allah të shaj shka e ka marrë, Allah të shka e kalon. Pse i thot besimtari këtu? Që ka thënë përsen? Siri vërtet lëton, zemra mërzitet, por gjuha jonë thot atë çka Allah është i kënaqur. Allah është i kënaqur. Për ta lutim Allah subhanahu wa taala që mos azgjatni të nderuar, që Allahu xhalla xhelalu të na bën për atyre të cilët pra jeta jonë është me sabrit dhe falëndrimit në mirësitë të Allah subhanahu wa taala. Lutim Allahun xhalla xhelalu që Allah azza xhel të mëson të bëhemi besimtar të mirë. Lutim Allahun subhanahu wa taala që Allah të na i lehtëson pra buton që të praktikojmë fjalët e pejgamberit Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Allah shpëlbet për ndërimin.